Në Bashkinë e Divjakës ka nisur procesi i dezinspektimit, një proces i përvitshëm i ndërmarrë nga Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale për të ulur mundësinë e zhvillimit të larvave duke ofruar një mjedis sa më të sigurt. Procesi është ndjekur nga afër nga zëvendës kryeministra Belinda Balluku së bashku me ministren e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale Albana Koçiu. Koçiu në fjalën e saj theksoi se ky është një proces i rëndësishëm për të gjithë natyrën dhe se do të shtrihet përgjatë vijës bregdetare por edhe në zonat urbane. Nga ana e saj, zëvendës kryeministra Balluku tha se është e rëndësishme që ky proces të kryhet në kohën e dur, sipas një kalendari të përcaktuar dhe pa ndërprerje, duke theksuar se ky proces i shërben banorëve të zonës, por edhe vizitorëve numri të cilët po rritet nga viti në vit. Vit pas viti edhe rezultatet do të jenë gjithmonë më të mira. Këtu duhet ta keni parasysh që situata, në një moment me të vërtet është shqetësuese edhe për banorët, kështu që vlerësohet shumë ky proces në zonën e Divjakës dhe në zonat e tjera bregdetare të qarkut Fierit, ndoshta më shumë se kudo tjetër, pse nuk është thjesht për pjesën e turistëve, që është shumë e rëndësishme. Dhe ne e dim që gjitha ato vende të cilat kanë turizëm të zhvilluar e kanë këtë proces prej kohësh, por nga ana tjetër këtu është edhe për mirëqenien e banorëve. Është shumë e rëndësishme e gjithë kjo situatë. Për kryebashkiakun e Divjakës Gorea, procesi i dezinspektimit është shumë i rëndësishëm për zonën dhe Bashkinë Divjak.